më herët në fakt për vështirësitë që mund sjell dimri, po edhe për faktin që shqiptarët duhet kursejnë qeveria u ka bërë thirrje. Në këto kushte, përse qeveria pasi ka harxuar disa miliona euro për një instalacion te kryeministria dhe ka hapur sërish një garë për të dhënë 5 milionë euro për një pistë të Formula 1-s në Elbasan. A jemi në kushtet kur qeveria duhet bëjë këto shpenzime kur u kërkoni njerëzve që të kursejnë? Spari njërë qeveria nuk ka shpenzuar asë 100 dark për asë një lloj instalacioni në mjediset e Këshillit Ministrave. Qeveria ka ndërmarrë një program të energjisë së rinovueshme diellore që do të shtrihet në të gjitha institucionet, duke filluar nga Kryeministria dhe nga gjitha ministrit, dhe nuk bëhet fjalë për një vepër arti, bëhet fjalë për një projekt energjie të rinovueshme të kombinuar me krijimin e një mikroklime dhe të mjediseve të reja të punës për cilët ka nevojë aty. Dhe nuk është diçka që bëhet për mua apo bëhet për ne, është diçka që është aty dhe do të jetë për vite të tëra e planifikuar prej kohësh. Dhe nga ana tjetër, teoria që duhet ndalur të gjitha investimet sepse kemi një situatë krize, është një teori për të manipuluar njerëzit, por nuk funksionon sepse nga investimet vijnë të ardhurat të tjera dhe nga të ardhurat e tjera rritet ekonomia dhe nga rritja e ekonomisë rritet kapaciteti për të shpërndarë. Kështu që këto gjëra shkojnë paralelisht sepse këtu bëhet fjalë për të krijuar vende të reja pune, këtu bëhet fjalë për të krijuar atraksione të reja që sjellin më shumë njerëz në një zonë kaq të rëndësishme sa është zona e Elbasanit, dhe më shumë njerëz që vinë atje janë edhe konsumatorë, dhe më shumë konsumatorë do të thotë më shumë të ardhura për gjithë shërbimet, dhe shërbimet do të thotë më shumë të ardhura për familjet që i bëjnë ato shërbime, duke filluar që nga fermerët që prodhojnë dhe deri tek ata që shesin, apo që ofrojnë shërbime tjera. Kështu që gjërat janë të lidhura, i kam dëgjuar këto edhe kur ra tërmeti, i kam dëgjuar këto edhe kur na ra flama e pandemisë, dhe siç e keni parë, po të kishin vepruar me teorinë ndalojeni të gjitha se do merrem me këtë, do kishim mbetur pastaj pa mundësinë që të merremi dhe me atë. Kështu që janë të gjitha të balancuar. Zoti Rama keni nisur një aksion shumë ambicioz për sekuestrimin e godinave paleje. Ministri Brendshëm Ledi Çuçi doli disa ditë më parë dhe njoftoi që ishte një ndërtim paleje 1200 metra në një zonë në kryeqytet. I takoni një personi i cili në ditët e fundit ka marrë 8 milionë euro nga qeveria, një prej tyre 2.5 milion që është për triportin e Vlorës është me pagar, pra është një tender pagar. Pyetja është, ju sekuestroni këtyre biznesmenëve shtesat paleje dhe pastaj qeveria u jep këto lek mbrapsht në formën e tenderave? Këto janë mënyra të kuptuarit të realitetit shtrëmbër, jo nga mungesa e zgjuarësisë, as nga padia, por nga nevoja për të manipuluar një pjesë njerëzish që për një arsye duan t'i besojnë të tilla çudive. Nuk ka asnjë lidhje njëra me tjetrën. Në rast se një biznesmen, një kompani mbi një leje ndërtimi të marrë nga Bashkia e Tiranës apo nga cila do bashki, bën një shkelje dhe ndërton X metra katror, 100, 500, 1000, 2000, nuk ka rëndësi. Për qëllim fitimi, vendimi ynë është i qartë dhe i prerë. Nuk do t'i gëzoj. Ato do t'i merren dhe ose do të konfiskohen për interes publik, ose do të parablehen nga ndërtuesi me çmimin e tregut të indeksuar plus dhe plus gjobën, ose do të dhurohen në vullnet të lirë. Një nga këto tre opsione është. Dhe çfarë do të thotë kjo? Dhe përsëri kur dhurohen do të përdoren përsëri për interes publik, ose për mjedise pune për shtetin, sipas pozicionit ku janë dhe sipas
hapësirës që kanë, ose për strehim social. Kjo do të thotë që nuk do ketë më asnjë lloj ndërtuesi që do të futuriset të ndërtoj 1 metër pa leje, sepse do t'i kushtoj sa frëngu pulën dhe nuk do ketë më asnjë interes t'i hyjë asaj aventure, për sa kohë kjo aventurë vazhdon, edhe pse jemi 11 krahasuar me kohën e mëparshme, pra kemi 10 fish më pak të tilla, po prap kjo nuk është justifikim dhe nuk është arsye që mos i luftojmë dhe këto. Ata nuk do kenë mundësi që të lajnë duart duke paguar llumin që vazhdon nëpër prokuroritë e rretheve, duke filluar nga prokuroria e Tiranës. Pra, ai llum që nuk ka kaluar akoma procesin e vettingut dhe që është mësuar të marrë para nga biznesmenët, qoftë kur ata kapen me shkelje ndërtime dhe denoncohen, qoftë kur ata kapen me shkelje të natyrës fiskale dhe denoncohen, nuk do ketë më shans. Po për 14 katet që ndodhen përballë nesh që janë shtesë pa leje, kush e ka fajin e ka? Është Godina e cila ndodhet këtu, leja është 26 kate, janë ngritur 14 kate, ju nuk e keni vënë re zoti kryeministër teksa hyni në celinë e Partisë Socialiste. Tani hym tek 77-42, sepse nëse janë 26 kate dhe janë bërë 14 pa leje, sa duhet të jetë totale e Godina? Sa të del llogaria? 26 dhe 14 sa bëjnë? Sa bëjnë 26? 40. 40 kate. Nuk ka për gabimin, nuk ka. Jo, s'ka rëndësi, nuk ka rëndësi, jo. Atëherë tani është natë dhe syri nuk shef natën. Ditën, dil numëroj atje dhe do shikosh. Ju përse nuk i keni parë kur keni ardhur zoti kryeministër, kush e ka fajin Bashkia e Tiranës? Numëroj dhe do shikosh që nuk janë 40 kate e para. Ka kate pa leje në këtë godinë? E dyta. A ka kate pa leje në këtë godinë? Ju lutem na i thoni sa kate pa leje në këtë godinë, sepse keni nisur reaksion. E dëgjova po. E dyta. Na i thoni ju që e dini shumë matematikën. Unë nuk jam, unë nuk e di shumë matematikën, por prandaj nuk i hyj këtyre llogarive asnjëherë, sepse këto llogari të nxjerrin gjithmonë gabim. Kur bëhen pa hanxhin. E dyta, unë nuk jam as inspektori i ndërtimit, nuk jam as shefi i policisë, dhe mbi të gjitha, nëse sot ne jemi 11 në raport me ku ishim për ndërtimin pa leje, kjo vjen si rezultat i vullnetit tim dhe i vullnetit të kësaj qeverie dhe i vullnetit të kësaj bashkie. Por, siç e thashë më parë, problematika ende e pambyllur, e ndërtimit pa leje për qëllim fitimi, është një problematik që burimin e ka në llumin në radh parë të drejtësisë. Ajo që ne po bëjmë tregon krejt të kundërtën, që ne nuk jemi ata që prezumonte edhe pyetja juaj që ja jepni, ja merrni këtë, japni andej. Se po të ishte kështu, ne bënim atë që kanë bërë të tjerët përpara. Bënim 8 milionë euro zoti kryeministër, i njëjti person që i është sekuestruar shtesa. Nuk ka të tilla fare, sepse nuk janë personat që marrin euro, siç ja u tregoni ju njerëzve që duan t'ju dëgjojnë dhe fatkeqësisht edhe t'ju besojnë, po ka subjekte të cilat angazhohen në gara dhe marrin atë që ju takon. Ndërkohë që, po ta përsëris, po të ishte kjo lidhje, ne bënim atë që kanë bërë tjerët përpara, i merrim ato kate për rrete dhe s'kishim fare nevojë të hynim kësaj historie, po ne i hym këtij shtegu, sepse nuk kemi asnjë lidhje me këto dhe mua personalisht nuk ka ndërtues në Shqipëri, nuk ka biznesmen në Shqipëri që vjen dot model përpara dhe më thotë që 100 darkë e punës tij është në xhepat e mi. Nuk ka. Juve mund ta fantazoni, po ky nuk ekziston dhe nuk ka për të ekzistuar. Arsyet pse ky ekziston, s'ka për të ekzistuar lidhen me gjëra të cilat unë nuk ja u shpjegoj dot, sepse po të hyj këtij shpjegimi, atëherë do duhet të largoheshit nga syri.net. Zoti Rama, a kanë pa leje? Kush e ka lejuar këtë gjë? Dhe mos më pyet 100 herë Nuk po ktheni shpjegim. Edhe një herë tjetër. Problematika e ndërtimit pa leje është një problematikë e cila ka qenë tmerri i këtij vendi. Sot është një problematikë që ende ekziston për fatkeq, por është shumë herë
më pak, që do të thotë që është bërë një punë shumë e madhe për ta frenuar, por sidoqoftë deri tek metri i fundit i ndërtuar pa leje për qëllim fitimi, ne do të vazhdojmë të rezistojmë dhe do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë. Dhe me këtë vendim, ju do të shikoni që këto metra katror do të merren nga shteti në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër. Dhe pasi të merren nga shteti, do të përdoren për interes publik dhe këtë nuk ka pasur se kush ta bëj. Dakor? Dhe këtë mund ta bëj vetëm unë dhe mund ta bëj vetëm kjo partia këtu. Nuk ka pas kush ta bëj tjetër sepse të tjerët i kanë rregulluar gjërat, kanë mbyllur syt në të gjitha nivelet, kjo s'ka pikë rëndësie. Unë flas për nivelin e qeverisë. Zoti Rama, keni patur presion? Nëse do t'i kisha lejuar unë ose zoti Erion Veliaj, ju s'do merrni të vesh fare për këtë histori, sepse këtë çështje nuk e ngritët ju, këtë çështje e ngrita unë. Këtë çështje e ngritëm ne. Pra nuk e ngriti media, nuk e ngritën ata që na i faturojnë ne të gjitha ndërtimet që bëhet, po e ngritëm pikërisht ne. Dhe e ngritëm ne për një arsye shumë thjesht, sepse në të gjitha kullat dhe në të gjitha ndërtimet që shikoni, nuk ka asnjë metër katror në asnjë formë për mua dhe për ne. Kjo është e vërtetë. Zoti Rama, a keni patur presion? Po. Jo. Keni patur presion nga qeveria? Faleminderit për këtë pyetje, po jo. E kam thënë me kohë dhe po ja u them përsëri. Juve mjafton t'i referoheni fakteve. Pastaj radhat mbi pse bëhen gjërat keni plot që ja u tregojnë. Siç sapo shkëmbeva gjithë këto pyetje përgjigje me një nga burimet e prrallave, që kjo bëhet për këtë, ajo bëhet për atë, ajo bëhet jo. Gjërat që unë bëj, i bëj për ato qëllime që unë them. Unë nuk kam bizneset ose institucionet që lidhen në Bylenica? Unë po ja përgjigje. Pse po më ndurin tani? Unë po ja përgjigje për të temë. Pyetje duke qenë se po thoni që nuk ka lidhje. Tani çfarë Ka kushtëzuar bashkëpunimin Erdogan, bashkëpunimin. Pse duhet të ndërhysh kur unë po i përgjigjem për këtë pyetje? Kur unë ta mbaroj përgjigjen, nëse nuk je kënaqur, ti mund të vazhdosh të bësh një pyetje, po ti nuk mund të ndërpresësh kur unë përgjigjem, se është gjithmonë e njëjta çështje dhe e njëjta temë me ty. Ju nuk mund të thoni që unë Unë nuk thash që ti thua prralla, unë thash burimi ujin e cilit ti sjell është një burim që tregon vazhdimisht dhe nuk është i vetmi, ka plot burime të tilla që tregojnë një prrallë pas çdo vendimarrje që ne bëjmë. Vendimarrjet tona dhe vendimarrjet e mia janë ato që unë them. Qëllimet janë ato që unë tregoj, nuk janë për qëllime të tjera. Atëre, merrni dhe shikoni dokumentacionin. Po të ishte kjo një çështje politike dhe po të ishte një mbyllje e natyrës politike, pse do merreshim ne me një kolegj vajzash, kur ndërkohë janë plot struktura tjera që janë atje dhe as nuk i ka ngasmuar askush? Për çfarë arsye? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Siç kemi vepruar për çdo subjekt, dhe këtë ju mund ta investigoni me Ministrinë e Arsimit, që Ministria e Arsimit nuk është hera e parë që i heq licencën një institucioni arsimor, dhe nuk keni bërë asnjë zhurmë për raste të tjera. Kemi vepruar dhe në këtë rast. Do të ishte shkelje e ligjit nga Ministria e Arsimit në rast se në këtë rast nuk do të vepronte, sepse ky aktivitet është spostuar në një vend tjetër, pasi godina është shitur dhe spostimi është bërë pa marrë asnjë miratim. Nuk ekziston në legjislacionin e Republikës së Shqipërisë që ti të nisesh me një licencë që e ke për zhvilluar aktivitetin tënd këtu dhe të shkosh ta bësh aktivitetin në një vend tjetër, minimalisht pa shkuar dhe pa marrë leje. Kjo është shumë e thjeshtë dhe këtë ka vërtetuar dhe vendimi i djeshëm i gjykatës. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo s'ka asnjë gjë. Tani doni të kërkoni mbrapa konspiracione dhe ta mveshni këtë gjë me qëllime të errta. Mua nuk më bën presion askush, asnjë lloj politikani apo përfaqësuesi i asnjë shteti në asnjë lloj forme këtu apo jashtë, sepse unë jam kryeministri që më kanë zgjedhur shqiptarët. Mua nuk më kanë zgjedhur as amerikanët, as turqit, as francezët, as gjermanët, as anglezët, as italianët, me gjithë respektin që kanë për gjithë ta. Dhe unë këtu mund të bëj gabime, por janë gabime të cilat nuk vinë nga qëllimi i keq, por vinë nga një gjykim që mund mos jetë i duri për atë gjë. Ama vendimet janë të gjitha në interes të shqiptarëve dhe të publikut.
Kaq. Nuk e keni inauguruar ende xhamin e Tiranës. Zoti kryeministri ishte thënë që do vinte presidenti Erdogan. Nëpërmjet qytetarit. Qeveria nuk inauguron xhamia. Xhamiat janë vepra që janë në funksion të komuniteteve. Xhamia e Tiranës është një donacion i Dianetit turk për komunitetin musliman shqiptar dhe i takon Dianetit turk të vendos kur mbarojnë punimet dhe kur inauguron xhamin. Nuk i takon qeverisë as të shty inaugurimin, as të afroj inaugurimin. Tani këto pyetje janë të gjitha rrjedhoj e nevojës për të treguar një prallë. Nuk ka pralla këtu. Kjo është shumë e thjeshtë. Kjo është shumë e thjeshtë dhe nëse se keni parë akoma, ju e keni parë, po s'doni ta pranoni, që kur më parë Shqipëria në të gjitha pozicionet dhe në të gjitha forumet ndërkombëtare nuk e ka pasur dinjitetin që ka sot, atëherë mos e shikoni, pa ishtë dinjiteti i Shqipërisë, s'është dinjiteti im personal thjesht, është dinjiteti i Shqipërisë, që do të thotë që mua dhe qeverinë e Republikës së Shqipërisë në drejtimin tim nuk e dikton për asgjë askush. Ne jemi këtu për interesat e Shqipërisë dhe shqiptarëve, përballë kujtdo dhe në krah të kujtdo. Dakor? Zoti Rama përmes një denoncimi për një qytetar digjital në fakt që ai ishte Sali Berisha, qytetar digjital. Natë mirë.